Nusha Saliu dhe nëna e saj, këngëtare mirënjohur e muzikës popullore Shyreti Beluli, kanë befasuar publikun me projektin e tyre të ri muzikor, Hajde Daj. Kënga është publike sot dhe po qarkullon me shpejtësi në rrjetet sociale, duke marrë reagime pozitive që në minutat e para. Dysha sjell një këngë të gëzueshme, ritmike dhe plot atmosferë familjare, pikërisht ashtu siç dinë vetë ato të interpretojnë. Në videoklip shihen në një ambient të ngrohtë tradicional, me buzëqeshje, energji dhe plot ngjyra, stil që për vite ka mbajtur afër publikun e tyre besnik. Hajde Daj vjen si një rikthim i fuqishëm pas disa kohësh qetësi dhe fansat kanë pritur gjatë një bashkëpunim të ri mes nënës dhe bijës. Komentet e para janë të gjitha në një vit, këngë pozitive, atmosfere e fortë dhe dy zëra që harmonizohen perfekt. Engjelusha dhe Shyretja po tregojnë edhe një herë se mbeten ndër figurat më të dashura të skenës folklorike, duke sjellë një projekt që pritet të dëgjohet gjatë gjithë dimrit dhe të marrë vendin e vet në ahirin xhedasma ndenje familjare. Për të informuar për lajmet më të reja, klikoni butonin subscribe.